Miq, rikthehemi në fshatin Ket. Jemi në komunën Zibër ose njësinë administrative të Zibër. Ajo që ditë them është se rruga sot është shumë herë më keq se rruga para 3 muaj që ishte shumë keq. Pra praktikisht nuk ka rrugë fare. Në harkun e 3 muajve këtu nuk ka ardhur një kamion zhavor. Po të kishte ardhur do ta shikonim, do ta dokumentonim. Mezi u futëm me makinën tonë, ngecëm, disa herë bëm tentativa që të mos braktisim, pra mos dështonte emisioni, se kishim dhënë fjalën dhe banorët po na prisnin. Dhe rrezikuam të binim kanal, të binim hon. Po banorët si ja bëjnë? Po në dimër si bëhet? Po kur ka borë si bëhet? Mendojeni vetë. Vazhdoj me zotërinë e radhës, si të quajnë? Unë, Zanel Islami, jam një bashkëtar i fshatit Ket, që gjithë katonarët e mi dhe bashkëtari i këtij fshati, dhe me thane dhe me hallet e problemet të shumë viteve që i vuajmë ne këtu, janë të paharrueshme. Çdo kryetar bashkie ndash i majt, ndash i djathtë që është vunet e tyre në bashkinë tonë, vetëm me premtime boshe, dhe me thonë, asnjë punë nuk është bërë deri tani që me majt mend që u bën një kjo përveç shkollës edhe asaj urës që është bërë në lumin atje poshtë. Edhe unë si pjesëtar i këtij fshati kam bërë disa herë kërkesë për rrugë, ne jemi një 3 lagje që jemi të shpërndarme si fshat tonë, edhe unë bëj pjesë me këtë lagjen Kolej atje më tonë. Dhe me thonë unë jam fare pa rrugë makine. Fare. Fare. Ti je si qëmoti? Po. Pra ti vazhdon akoma me kafsh? U bë kjo rruga, jo, është e pajetueshme si thosh. Na detyroi puna që të largohemi nga ai vend, dhe me thonë se nuk kemi fare rrugë makine. Edhe u bë një central atje poshtë në dash, edhe u bë një tjetër poshtu, ishte projektuar për të bëj treti. Ai nuk u bën dhe ishte lënë rruga, dhe me thonë mbas disa herë që i bën një kërkesë, do vinë centrali, a ka parasysh. Pra ju kjo rrugë nuk u realizua. Pra për ta kuptuar qytetarët, ju nuk prisni rrugë nga shteti. Ju prisni kur bëhet një hidrocentral. Si më thon, o zot na e bë ti. Se nuk e bënte do ta. Po i vjen tu marruin juve, ju thoni faleminderit që na bën rrugën. Ujtë e mori ai, atë pjesë që i ka levërdisë ka marrë të shtetit, është një levërdisë të bë dhe tjetrin, po nuk i levërdisë ai unë vazhdoi pa rrugë, domethënë. Sa ai punon për llogarit vet, jo për llogarit fshatit tim. E kuptoj. Po. Edhe kështu që jam domethënë pa rrugë deri me këto momente, kam bërë disa herë kërkesë bashkisë që jam drejtuar, ajo vetëm me premtime boshe, domethënë do vim sot, do vim nesër dhe nuk ka bën asnjë lloj pune. I kërkoj bashkisë, i kam kërkuar vetëm 300 metër rrugë, që është një pjesë e rrezikshme që nuk kalohet, dhe për 1 kilometër rrugë që është ajo si gjatësi rrugë, si aks rrugë, vetëm 300 metra i kam thonë me bën, as ato nuk e ka marrë parasysh, do vi sot, do vi nesër. Sa familje jeni aty? Apo vetëm ti? 3 familje kemi. 3 familje jeni komplet. Dy vazhdojmë që ti jemi aty, po. Njëri iku? Një është i largu, po. Iku prej rrugës. Po, prej rrugës, po. E kuptoj. Sa është dhënë pa banushëm, pa rrugë je vdet fare. Ai qartë. Po ju si jetoni atje pa rrugë? Po ja kështu mo, në sakrificë, kështu si gjithmonë. Po si mbijetoni, se për të jetesë nuk quhet më, për mbijetesë tani. Edhe ne jemi të detyruar me me kafsh si. Edhe ne jemi të detyruar me elona dhëm me ik, domethënë, për arsye vetëm prej rrugë. Kështu që fshati jonë gjithmonë, me sa më e menun, domethënë që jam ca ditë, a ka parasysh, asnjëherë nuk ka marrë domethënë si vend për qendrim vetëm fshatra të tjerë. Janë bën investime, kurse këta është lënë gjithmonë në rres. Unë jam njëri i punës, domethënë, që edhe që mal mi gjëzi, që na e boni atë rrugën, se nuk punojmë për partinë, ne punojmë për njeriu në punës, si fshat. Nuk kemi nevojë as i majt, as i djathtë. Ne japim votën atij që punon. Edhe që mal mi gjëzi na lidhin me Tiranin, i dham një pjesë, ja dham votën, një pjesë nuk ja dham për arsye tjera, ka parasysh, po. Nuk e dhanë se e morën vesh atë historinë që mali tani ai u bëri rrugës, mori votën, e kuptuam në atë pjesë. Ama mbas që mali ju ja dha gjithë votën, asnjë si bëri rrugë. Hidja ishte, ka thonë ai prylla ka helën me vetë, ai kishte shpatën me vetë. Po, e kuptova. Po. Ne pranë se mori ne. E kuptoj. Në kështu që unë jam në harres. Unë kërkoj që inshallah sa hatë më parë kjo punë filloft nga rifillimi edhe njëherë u shkatroft i pushtet që janë. I mojtë e i gjatë. Faleminderit. Okej, faleminderit.